Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës Gaforës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe të shohim se radhë se çfarë mesazhesh apo këshillësh të na japin letrat. Të dashur Gaforë, po fillojmë me 8 të kupës. Pastaj vazhdojmë me perandorin, pastaj me kalorësin e shpatës, pastaj me 9 të shkopive dhe pastaj mbreti. Shkoni si kam negativet janë brenda, pozitivet janë jashtë dhe në fund 7 të kupës. Kur shkoj letrat me në shikim të parë, është ajo që më jep ndjesin, po pres të më marrë, nuk ka marrë akoma. A thua më do. Nëse është për dashuri, po pres kam bërë lutje në një punë akoma, ka kaluar kohë që nuk më kanë marrë. A thua do më marrin. Mos përgjigjja të dashur Gafor. Apo mos marrja e një përgjigje është ajo përgjigja. Më kuptoni? Një person, nëse nuk ju ka marrë një periudhë të gjatë apo të shkurtër, një i dashur, nëse ta marrim që e keni patur apo po mendoni që e keni akoma, është nuk po lajmërohet, ka ditë ta marrim kështu. Ju keni marrë mesazhin e juaj. Kjo është përgjigjja ime. Ju e keni marrë mesazhin e juaj. Jo gjithmonë me fjalë duhet të shprehni. Veprat na thonë më shumë. Po ne nuk jemi duke i dëgjuar të dashur Gafor, këtë po shikoj këtu. Jeni duke i parë gjërat qartë dhe jeni duke pritur. Nuk më ka shkruar, nuk më është lajmëruar, nuk më kanë marrë qoftë për punë apo çfarë, pse nuk më thot çfarë mendon. Ai po t'i thot, duke mos të thënë asgjë. Kjo është përgjigjja juaj. Tani, për çfarëdo që të është këtu situata, duhet patjetër të dashur Gafor, shkoni këtu një dragua, një kulçedër, ku di unë, është 8 të kupës, duke ju kafshuar. Duhet të ikni sa më shpejt, të arratiseni sa më shpejt, të ndaheni sa më shpejt. Në mendjen e juaj se këtu kjo është e mbaruar. Apo sido që të jetë, të largoheni nga kjo gjë që ju ka shterruar emocionalisht, ju ka harxuar. Largohuni, ndahuni, reflektoni, ikni, apo çfarëdo që duhet bërë nga kjo situatë. Personi vjen, hyn, del, bën, pajtohet, mërzitet, prap vjen, prap kthehet, prap. Sikur e duke bërë atë cikël ka kohë tani duke mos ndryshuar asnjë gjë të dashur Gafor. Normal që përgjigjja është këtu. Një person që ju do, po e marrim në dashuri, po e marrim në këtë. Ka frikë mos ju marr, se mund t'ju humbas. Ka frikë mos jetë aty, mund t'ju humbas. Ka frikë të sillet keq, nga që mund t'ju humbas. Personi që nuk i plas fare, dhe kjo nuk ka të bëjë me ju që ju jeni person i keq, por është personin që keni takuar është i tillë. Kur nuk del si burrat apo si një grua e fortë me një karakter, thot, e diçka, këtu ka mbaruar. Në momentin që kalojnë 2-3 ditë pa ju marrë në telefon, çfarë lloj inati të jetë, ajo nuk është dashuri. Kaq e thjeshtë. Prandaj, shko kush perandori. Sigurinë dhe stabilitetin e keni ju në dorë.
mos ja lejoni një kulshedre të tillë, të çfarë lloj situate qoftë ajo. Shpeshherë themi ne si gabim, në përgjithësi në gjithë botën thuhet, aman inshallah e gjen një person dhe të bën të lumtur. Ky është gabimi më i madh që mund t'ia themi dikujt. Si mund të më bëj mua një person të lumtur kur unë vetë nuk jam e lumtur? Lumturia është një zgjidhje të dashur, Gafor. Është një zgjedhje, më falni. Është një zgjedhje. Unë zgjedh të jem e lumtur. E tjetrin kur takoj, apo një person kur takoj, atëherë ajo vetëm sa është qështje mbitor, po e takoj më mirë, por lumturia është në ne, jo në personat të tjerë. Do thot, siguria, stabiliteti, të gjitha i keni ju të dashur, por qëndroni në një vend ku duan t'ju kafshojnë, apo tashmë ju kanë kafshuar. Shikoj këtu. Dakor, ja ta ofroj, por errësirë është pak këtu se akoma si kam bën drita siç duhet. Çta shikoni, e ka të kafshuar këmbën apo dorën këtu, nuk duket qartë. Bllokime, vonesa, sëmundje, ngarkesa, e mënyra të ndryshme, 9 të shkopive. Në fakt, nuk ka asnjë. Është qëndrimi juaj në vendin e gabuar, me personin e gabuar, në situatën e gabuar, duke besuar që diçka do rregullohet, që as edhe një gjë s'do rregullohet. 7 të kupës është e pasqyron komplet ndryshe letra, por 7 të kupës është konfuzione, dilema, pavendosmëri, duke rezistuar një gjëje që nuk duhet të rezistoni për çfarëdo që të bëhet fjalë, të dashur Gafor. Siguria, stabiliteti, lumturia është në vetë ju, jo në këta. Do thot, nëse ju qëndroni në një vend duke pritur me javë të tëra një përgjigje, nuk është gabimi i atij apo asaj, por është i juaj. Do thot të mbledhim gjërat, plaçkat e vjetra dhe t'i hedhim në kosh, që të mund të ecni aty ku vërtet